Selam aleikum të dashur shikues. Mirë se takojmë edhe sonte në këtë natë për netëve të bekuara të Ramazanit. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala për pranimin e veprave dhe adhurimeve të cilat i bëjmë në këtë muaj, lutem gjithashtu Zotin fuqiplot të na shtoj diturinë, dituri e cila do të na rezultojë me njohjen e madhështisë së Allahut subhanahu wa taala e për uljen tonë ndaj tij. Do të vazhdojmë sonte me një temë të re e me një të ftuar të ri. Fillimisht i dëshiroj mirëseardhje hoxhës së nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jemi së bashku. Lut Allahun xhaleshanu të pranoj punë dhe veprat të cilat i bani. Në vazhdimsi sidomos këtë muaj. Amin. Me gjithë angazhimet e shumta, po besoj se Ramazani i ka edhe kënaqësi dhe përjetimet e veta, të cilat e te kalojnë madje edhe lodhjen. E vërtet është, lodhjet e adhurimit janë lodhje interesante, nuk janë si lodhjet e dynjas, si lodhjet e kësaj bote. Pavarësisht se kanë to lodhje, po ka edhe energji pafund. Është si puna e atij centralit që edhe pse ka shumë angazhim dhe punë dhe zhurmë, po faktikisht jep dritë dhe jep energji, edhe lodhja e adhurimit pavarësisht se është Ramazan, agjërim, namazet që falen, të gjitha angazhimet, po faktikisht njeriu e fiton shumë shpejt shplodhjen dhe përgatitet dhe që është lodhje e veçantë, kjo lodhje me shije të veçantë. Një nga mrekullitë e adhurimeve sigurisht. Hoxh, njeriu është krijuar që ta njoh Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e vet, Zotin e vet. Madje për njohjen e tij është ndihmuar edhe me shpallje, është ndihmuar edhe me pejgamber, është ndihmuar edhe me argumente të shumta, të cilat i sheh dhe i përjeton çdo moment të jetës së tij. Megjithatë, a kanë rezultuar të gjitha këto argumente dhe ndihmesa që e bën njeriu të suksesshëm? Pra njeriu a ka arrit ta njoh Zotin e vet apo jo? Tani Zoti, i madhi Zot, qofshin fal, e ka bërë të tijën. Pra i ka dhënë njeriu argumenta në trupin e tij, i ka dhënë njeriu argumenta në botën që e rrethon. I ka dhënë njeriu argumenta të shkruara, pra nëpërmjet profetëve, po dhe argumenta të krijuara që është libri i universit dhe mrekullitë e universit. Dhe në çdo gjë ai ka lënë gjurmët e veta. Atomi është argument. Molekula është argument. Qeliza është argument. Universi me sistemet e tij, me yjet dhe me planetin është argument. Pra Zoti i Madh, si më thënë, pjesën e tij e ka bërë. Madje çdo frymarrje që ne thithim dhe që e nxjerrim është një shenjë e Zotit dhe një argument i Zotit. Pra Zoti i Madh, çdo gjë në këtë botë e ka lënë me një, le të themi, kod të fshehur brenda, ku njeriu thjesht duhet të heqë pluhurin dhe e kupton se nuk është kjo gjë vetëm se produkt i një Zoti madhështor, i cili meriton të madhërohet, të lavdrohet, i cili meriton të përulemi, i cili meriton të mbështetemi e kështu me radhë. Kështu që Zoti i Madh ka bërë atë vetëm, mirë po njeriu është krijesë, le të themi, me ca, le të themi, dobësi. Për këtë arsye dhe ka nevojë për Zotin, për këtë arsye ka nevojë për adhurimin, për këtë arsye ka nevojë të largohet nga e keqja, se është natyrën e tij i dobët. E keqja e bën edhe më të keq, e mira e përmirëson e bën edhe më të mirë, për këtë arsye kanë ardhur dhënë ndalesat dhe urdhëresat. Urdhëresat që ta bëjnë edhe më të mirë akoma dhe të këqijat ose ndalesat që mos të biri edhe mos të degradojë edhe më keq njeriu. Kur po flasim për periudhën e jetës së njeriu në këtë botë dhe një lloj lirie që e ka dhënë Allahu xhaleshanu njeriu në leximin e këtyre argumenteve ose mos leximin, anashkalimin dhe menjanimin e tyre. Pra ka dhënë liri në njohjen ndaj Zotit ose mos njohjen e tij, në nshtrimin ose mos në nshtrimin e tij. Kjo është një nga argumentet ose një nga shkaqet që njeriu megjithatë e ka shty drejt një lloj rebelimi dhe një lloj mos në nshtrimin ndaj Zotit xhaleshanu. Janë dy ajete faktikisht kuranore që e tregojnë këtë problematikë. Ajeti ku Zoti thotë ar-ra'ahu staghna, Zoti u kujdes për ty dhe ti, domethënë u tregove sikur s'ke nevojë për Zotin, dhe ajeti kuranor që thotë ma gharraka bi rabbikal karim, ç'mashtron, mos vall bujaria e Zotit po të bën që ti të mashtrohesh në këtë formë. Pra Zoti i Madh aq shumë e ka lënë njeriu dhe ka lënë njeriu të hapësirë, sepse gjithë kjo do të reflektohet diku faktikisht. Për këtë arsye dhe ne jemi të lirë. I miri kur bën mirë e bën sepse
normalisht që është bekimi i Zotit dhe mirësia e Zotit, po flasim në konceptin njerëzor të zhvillimit të gjës. Njeriu është ai i cili e bën të mirën ose të keqin duke qenë koshient, duke qenë i vetëdijshëm. Për këtë arsye dhe ka një moment ku njeriu nuk është i informuar. Në momentin që nuk është i informuar, nuk ka përgjegjësi tek Zoti. Për këtë arsye kemi ne, le të themi edhe sot të kësaj dite, mund të ketë le të themi raca, apo mund të ketë popull, apo mund të ketë edhe individ brenda popujve dhe qyteteve që janë të painformuar. Gjithmonë ne flasim kur njeriu domethënë përballet me të vërtetën, sepse pjesa e besimit në Zot shumica e njerëzve e kanë. Pra është bërë një statistikë për gjithë popullsinë njerëzore, 88% ka dalë që besojnë në Zot, pra ka Zot. Pjesa e besimit në Zot është e zauruar. Gjithë problemi është cili duhet të jetë raporti që duhet ngrej njeriu me Zotin. A duhet kemi ne ndonjë marrëdhënie apo ndonjë raport dhe pse pikërisht nëpërmjet fesë apo këtu pastaj vjen ajo që quhet, si më thon, përballja me të vërtetën dhe përballja me argumentin. Thot Zoti: "O ma kuna muadhibin hatta nabata rasul." Nuk e dënojmë askënd pa ardhur aty argumenti dhe fakti i qartë. Pra Zoti prapse mëshirën e tij ka treguar në faktin që nuk e ka lënë njeriu që vetëm mjafton që ai të kuptojë që ka Zot edhe duhet të kërkojë për këtë Zot. Po jo, i ka sjell dhe fakte në mënyrë që kur dalim nesër para Zotit, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Njerëzit mos kenë si tonë Zot, po nuk e dija. Sepse nëse me të vërtetë, nëse ka individ apo le të themi popull që nuk ka ardhur vërteta, atëherë këta kanë një trajtesë tjetër, botën tjetër, më të veçantë. Kjo kohë e njeriu në këtë mundësi megjithatë do të përfundoj. S'ka dyshim. Dhe do të vijë një moment kur do të ballafaqohet me të vërtetën e madhe. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti je i vdekur, pra një ditë do të vdesësh dhe ata do të vdesin. O ma ja'alna li basharin min qablik al-khuld. Askujt nuk i kemi lejuar që të jetojë përjetësisht. Përveç iblisit, i cili e ka ta afatizuar deri në kiametit, po edhe ai në fund fare ka një ditë vdekje. Vdekja është një nga format e nënshtrimit ndaj Zotit, në formë e domosdoshme në nënshtrimit ndaj Zotit, madje edhe nga ata të cilët në periudhën paraprake nuk kanë pranuar që të nënshtrohen atij. S'ka dyshim, ai është momenti i çeljes dritarëve. Pra vjen një moment që njëri ka jetuar në një dhomë të mbyllur dhe vjen një moment që do të çelen dritarët. Problemi është njeriu a ka arrit të shoh këto dritare përpara se ti çelen. Dhe është pikërisht momenti i vdekjes që nuk i shpëton dot askush, as tirani, as i shtypuri, as i pasuri, as i varfri, as i shëndetshmi, as i smuri, as profeti, as kundërshtari i profetëve. Kështu që është një moment që, dhe më thonë, është dera ose momenti i barazisë, i drejtësisë dhe momenti i fillimit të një epoke tjetër, ku më njeriu nuk do të ketë mundësinë për të bërë garipin, për të bërë vagabondin, për të bërë të panevojshmin, për të bërë sikur vetë është ai i cili menaxhon situatat. Këtu pastaj fillon komplet një situatë tjetër, një moment tjetër. Për këtë arsye Zoti tha në Kur'an: "Falaula in kuntum ghayra medinin, tarjuna in kuntum sadiqin." O njerëz, nëse ju nuk besoni në Zot, nëse nuk besoni në botë tjetër, nëse nuk besoni se shpirti nuk është pronë e njeriu, atëherë ktheheni shpirtin, masi unë ta nxjerr, atëherë ktheheni edhe një herë. Pra është një moment që Zoti domethënë tregon fuqinë e tij, madhështinë e tij, tregon pushtetin e tij, tregon urtësinë e tij dhe tregon mbi të gjitha se njeriu është krijesë e menaxhuar nga Zoti, jeta dhe vdekja është prej Zotit dhe në dorë të Zotit. Por ajo që është e keqja e madhe është që njeriu ta kuptojë të vërtetë këtu në këtë moment. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salih. O Zot, më ktheni, s'ka më, mbaroj. Ti e patë kohën, e patë mundësinë, tu dhan gjitha shanset, i mbarovet. Është njësoj si, le të themi, Zot na ruaj, po t'japim një shembull në këtë botë, është njësoj si koha një provimi. Pra nëse dikush mbasi bie orari i mbylljes provimit, i kujtohet përgjigjet. Ka më dobi, s'ka më dobi. Mbaroj, koha jote ishte kjo. Pra edhe ne, Zoti na ka dhënë aq shumë hapësirë, aq shumë mundësi, na ka dhënë aq shumë mësime gjatë jetës, aq shumë sprova, aq shumë mësime na ka sjell që ne të zgjohemi, që ne të reflektojmë, që ne të bëhemi më të mirë, që ne të rregullojmë raportet me Zotin në mënyrë që mos të vimë në këtë moment. Hatta idha ja'ahumul maut qala rabbi irji'un. Derisa vjen vdekja, s'ka më. Ma kujtova një moment një herë në një udhtim në një nga aeroportet, domthonë sapo mbyll ajo
dera, erdhi një familje, një grumbull i familjarëve edhe ju tregoja se s'ka mundësi. Ende kanë frezë, ndërsa kanë kalu shumë vite, britmat e tyre, çajturit e tyre, lutin që e banin atina që t'u hapte derën, edhe pse ndoshta kjo humbje që kishin bë mund të kompenzojë me një flutrim tjetër ose po thjesht çfarë do të jetë ndoshta. Ky është një problem tjetër, false po të ndërpres, që kanë njerëzit sot. Mendojnë se jeta është diçka që mund të bëhet prapë. Nuk ka shans të dytë për jetën e njeriu. Nuk ka një mundësi dytë. Pra ti nuk është se do të kesh edhe një moment të dytë që mund ta kompensosh. E humbe ndeshin e parë, do të marrësh ndeshin e dytë. Nuk e kalove provimin, do ta marrësh në vjesht. Nuk funksionon. Sepse Zoti, masish ne përmendëm edhe në fillim, i ka sjellë shumë fakte, shumë argumenta njeriu, shumë, saqë domethënë njeriu nuk ka më çfarë të kërkojë. Do të ishte me të vërtetë jashtë urtësisë, sikur njerëzit mbasi shohin vërtetën thonë më këtë dhe herë. Atëherë do të dilshim nga urtësia e Zotit. Sigurisht po flasim për mungesën e njohjes së madhështisë Allahut subhanahu wa taala, sepse po ta njehte njeriu Zotin xhaleshanu në bazë të përshkrimeve që e ka bërë vetes së tij, në bazë të mësimeve që ne kanë sjellë pejgambert, pas të librave të shpallur, do të ishin të nënshtruar, edhe do ta ndjeknin rrugën në cilën ai na ka mësuar ta ndjekim në këtë botë. Kjo njohje e kësaj madhështie të Zotit, e tham se do të përfundoj një ditë me vdekjen, e cila sigurisht se nuk është fundi, por është një hapje e një kapitulli të ri, e një rrugtimi në epokë të re, në të cilin njeriu pastaj do të sheh madhështinë e Zotit në secilin moment. Pra është dita e gjykimit, shpërfaqja reale e madhështisë Allahut subhanahu wa taala tek robët e tij. Nuk ka dyshim se i madhi Zot, po ta shohësh në Kur'an, kur do të tregoj madhështinë e tij, flet për ringjalljen. Kur do të tregoj madhështinë e tij, flet për madhështinë e krijesave të tij. Kur do të tregoj madhështinë e tij, flet për xhenetin. Kur do të tregoj madhështinë e tij, flet për xhenemin. Gjë që do të thotë njeriu, pra ne duhet të kemi parasysh diçka që njeriu nuk është se nuk ju dha mundësia ta njohë. Unë nuk jam dakord me këtë. Në përgjithësi, shumicës e njerëzimit i është dhënë mundësia për ta njohur. Mirë po i kanë kthyer shpinën, kanë refuzuar, i kanë kthyer shpinën. Pra nuk është se s'kishte mundësi njeriu ta zbulonte Zotin në këtë botë, apo të kuptonte madhështinë e Zotit në këtë botë, apo jo, njeriu është treguar neglizhent. Pse Zoti ka thënë 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30. Siç bisedojnë të njëherë me ateistët e morzotni. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, po o Zotni, unë ty Zotin ta sjell dot në kafe, që thotë unë jam Zoti. Pra Zoti ka thënë 1, 2, 3, 4, 5, 15, jep dot përgjigje, s'ka përgjigje. Atëherë ktheu tek rruga e Zotit. Kështu që bota tjetër, pra në momentin që çelen perdet, të njeriu sheh engjëjt e xhenetit, engjëjt e xhenemit. Momentin që trupi i tij dhe shpirti i tij fillojnë një udhtim krejt tjetër, normalisht dimensionet e shikimit madhështisë Zotit janë shumë më reale se sa këto kësaj bote. Sepse ne në këtë botë quhemi bota e shahadets, bota e të dëshmuarit. Pra ne kemi mundësi të dëshmojmë dhe të kapim çfarë mund të kapim prej argumentave, ndërsa atje është bota reale. Bota e gajbit është bota e vërtetë. Ulal akhiratu hiya al-hayawanu law kanu ya'lamun. Bota tjetër është e vërteta. Pra ne këtu jemi në një botë ku na pengon drita, na pengojnë imazhet, na pengojnë njerëzit, na pengon shoqëria për t'i parë të vërtetat ashtu siç janë. Ndërsa atje s'ka më pengesa. Atje e sheh xhenetin me sy, atje e sheh xhenemin me sy, atje e sheh me lajket me sy. Madje do vi një moment që do ta shohësh Zotin ditën e Kiametit dhe do të bishin sejdë. Kush? Ata të cilët i kanë lënë sejdë në këtë botë. Do të vi një moment që në ditën e Kiametit, pasi të futemi në xhenet inshallah taala, ne do ta shohim Zotin, do të flasim me Zotin, ai do të na mësojë. Do të para se të hyjmë në xhenet, hoç do të dalim pak tek disa nga pamjet e ditës së gjykimit. Po, unë do të them, po, jeta e varrit pa shkuar në Kiamet është një argument ku njeriu shef madhështinë e Zotit. Si? Aty zhvillohen një ngjarje që janë pyetjet e varrit. Aty njeriu i hapet, si më thënë, një derë apo një portë apo një dritar nga xheneti besimtarit. E kundërt ka ndodhur me jo besimtarin. Shpirti i të parit vendoset në para në xhenet, shpirti i dytë vendoset në ferr. Pavarësisht se trupi kockat janë në varr dhe ne nuk shohim gjë, siç thon njerëzit, po aty s'ka gjë, po të shihej se çfarë ka aty do të bëhesh një gjithë besimtar. Mirë po ka filluar, domethënë, procedurat, ka dhënë një provim të vogël kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush ishte profeti yt, cili ishte libri yt, ka kaluar një mini provim para prak për të pas një vlerësim për jetën e varrit, si do ta kaloj, pastaj shfaqet dita e Kiametit. Momentin që vin ditën e Kiametit,
Do të thotë njeriu do të jetë ky që është sot, kjo është shumë e rëndësishme. I njëjti? Absolutisht. Pra nuk është ringjallje shpirtërore. Jo më jo është ringjallje me trupin që i kemi ne dhe me shpirtin që kemi ne. Vetëm se parametrat do të jenë parametra përballues të mrekullive dhe madhështive dhe le të themi dritës dhe forcës që ka bota tjetër. Siç e tha profeti alayhis salam, do të jemi sa Ademi alayhis salam, u basaru hadid, shikimi njeriu do të jetë i hekurt, pa do të rezistoj edhe dritës Zotit, pa do të ketë mundësi të shohë Zotin. Pra vetë ringjallja dhe dalja nga dheu dhe ardhja e shpirtit dhe përballje me gjithë njerëzimin, shikimi i gjithë profetëve, Ademit alayhis salam, Nuhut alayhis salam, Ibrahimit alayhis salam, gjithë pejgamberëve të Zotit, siç e thot pejgamberi sa kanë ardhur në botë 114.000 profet, nga këta 316 kanë qenë rusul. Pra ne do t'i shohim gjithë, ne do të shohim aty rezervuarët e profetëve, ne do të shohim aty peshoren, ne gjitha këto gjëra që ne i kemi besuar si gajb në këtë botë do të jenë aty reale. Do të llogaritë vetëm një moment për shembull të shohim peshorja. Një pjatancë e peshorës, në të mund vendoset gjithë qiejtë dhe toka. Ndërkohë që kjo do të peshojë edhe gramin më të vogël, edhe atomin më të vogël, madje edhe përbërësit e atomit do t'i peshojë. A nuk është kjo? Për këtë arsye kemi disa momente ditën e Kiametit, siç është Sirati, siç është peshorja, siç është momenti i ringjalljes, që me lajket s'kan hesap, s'kan llogari, nuk kanë asnjë lloj problematike, janë programuar vetëm për ta adhuruar Zotin, s'din gjë tjetër të bëjnë, vetëm sa adhurojnë Zotin. Do të kemi disa momente i Kiametit, siç tregon Salman el-Farisiu, që me lajket thonë Subhanaka ma abednaka haqqa ibadati, kur vendoset ura e Siratit, kur vendoset peshorja dhe kur shpërndahen librat. Me lajket thonë o Zot, nuk të kemi dhënë hakun. Pse? Sepse është një përjetim, është një lloj gjëje që edhe me lajket nuk e kanë parë, e jo më njeriu që është shumë i vogël në gjitha kuptimet e krahasimit tim me lajket e Zotit. Kështu që dita e Kiametit është e mbushur me fakte të tilla. Momenti që kafshët do të kthehen në dhe dhe do të bëhet gjyqje dhe drejtësia mes kafshëve, para se me fillu me njerëzit. Momenti që do shkojmë tek profeti alayhis salam për të pirë nga uji i Kautherit ose nga uji i Haudit. Momentin që njerëzit do të presin 50.000 vjet pa ditë se çfarë do të bëhet. Momenti që njerëzit, domethënë, do të fillojnë të t'ju shpërndahen librat e jetës, domethënë çfarë kemi bërë ne në jetën tonë. Momentin që njerëzit do të vijnë peshore, ata vetë, veprat e tyre, imani i tyre, besimi i tyre, librat e tyre kështu me radhë. Momentin që njerëzit do të kalojnë ujin e Siratit dhe poshtë tyre është xhehenemi. Momenti që xhehenemi do të vërsulet njerëzimit, siç thot profeti alayhis salam. Domethënë gjëra që me të vërtetë njeriu e bëjnë të kuptojë se çfarë ka humbur. Njeriu e bëjnë që si thot Zoti, jo me uddu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani takhatu ma rasuli sabila. Atë ditë sullumqari i padrejti, mohuesi, ai që është tallë me fen dhe me besimin apo me besimtarët, do të kafshoj gishtat e vet. Domethënë nuk është kafshim simbolik as metaforik. Jo, jo. E ke parasysh si njeriu në këtë botë kur është keq, han fojt, han gishtat edhe ai nga jedu thubura, u shkatrofsha, vdeksha. Nuk bëjnë dobi më amitja. Domethënë janë momente që njeriu kupton sa ka qenë ai ma farratu fi jambillah, sa neglizhent ka qenë në atë që i takonte Zotit prej tij, kupton se çfarë ka humb. Kupton se Zoti i Madh nuk ka pas nevojë për asgjë nga ato që ka bërë ky njeri, sepse ai është Zot. Edhe po sa adhurojmë ne, edhe po sa adhuroj askush, edhe po adhurojmë të gjithë, ai prapë është Zot. Pra ai kupton se ka humbur shansin e jetës. Ai kupton se do të thonë, siç e thot Zoti në Kur'an, fa men zuhzi'a anin nari udkhila al-jannah, ai njeri që shpëton nga xhenemi dhe fiton xhenetin, ai ka shpëtuar. Aty njeriu kupton me fjalë se gjithë këto lojrat në këtë botë, gjitha këto aktrime në këtë botë, gjitha këto sjelljet, le të themi këto sjelljet meneferkiste, këto sjelljet hipokrite, këto sjelljet dyftyrshë, këto sjelljet aktruese, të gjitha këto i bien maskat, zbulohen vërtetat, edhe aty njeriu kupton domethënë se sa i vogël, sa i dobët është përpara madhështisë së Zotit. Realisht ndoshta nga problematikat e mëdha tona sot është pikërisht përpjekja e njeriu për të ndruar këto pozicione, pra për ta ngritur veten e tij në një pozicion më të lartë se sa është realisht, e shpesh ndoshta edhe për ta zhvesh Zotin nga ajo që Allahu subhanahu wa taala
e ka cilësu veten e tij. Dita e gjykimit me gjitha ato pamje të cilat i përmende, e cilat sigurisht se trembejnë në përpjekjen për të parafruar ndoshta në veten tonë e për të përkthyer inshallah pastaj edhe në praktik. Dita e gjykimit e cila realisht ja tregon njeriu pozicionin e tij dhe duke përshfaq madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Kemi edhe shumë momente të cilat po do të ndëgjoj nga ti që tregojnë edhe llahtarinë e kësaj dite, e cila të ke fundit për Allah në shumë e lehtë, që tregon pastaj madhështinë e Zotit. Ku pejgamberi domthon ku Allahu xhaleshana tregon për uajie yawma idhin bi jahannam, do të sillet xhehenami. Pejgamberi na ka treguar se çfarë do të jetë ai xhehenam, kush do ta sjell madhështia e barzëve të atij xhehenami, kur dielli dhe hana do të zhyten, do të jenë pjesë e saj dhe e llavës do të jetë asgjë. Imagjino çfarë Zoti i madhreshëm është ky Zot, sa i madh është ky Zot, sa fuqi ka ky Zot, përballë këtë kësaj. Ata të cilët sot në këtë botë marrin guximin të bëjnë zullum, marrin guximin të bëjnë padrejtësi, marrin guximin që të mbysin njerëz, të hanë pasurinë e tyre, hakun e tjetrit, të përhapin imoralitetet, të përhapin domethënë gjëra të cilat e rrënojnë dhe e prishin jetën e njeriu. A do të jetë kjo një ditë reale për ta, kur ata do të nënshtrohen, do të përulen para madhështisë së këtij Zoti, ku madje Allahu xhaleshana përshkruan wa khashatil aswatu lirrahman, do të gjithë do të jenë të heshtur e të përulur para madhështisë së Zotit xhaleshanahu. Një përshfaqje të madhështisë së Zotit, siç e thatë nuk të ditë, është se zullumqari atë ditë do të marrë atë që e meriton, ndërsa besimtari do të marrë shumë më shumë se sa meriton. Pra kemi një shfaqje të mëshirës, të madhështisë, të drejtësisë, të mirësisë së Zotit. Pra merr mend se si e trajton Allahu një besimtar ditën e Kiametit. Pra mos shoh vetëm anën e errët dhe negative. Besimtari vjen ditën e Kiametit si delegat. Pra vjen i shoqëruar. Do të dolja te pjesa e mëshirës ndoshta pak më vonë, por e nisa një herë nga pjesa e kemi të dyja në të dyja rastet, si në rastin e jo besimtarëve, si në rastin e zullumqarëve, njerëzve pa drejt, kemi shfaqjen e madhështisë së Zotit se gjithsecili do të jepet ajo që meriton, pra nuk e kemi vlerësimin 1/10, siç ndodh me rastin tjetër, pra kemi vlerësimin 1/1. Normalisht që domethënë shfaqet drejtësia e Zotit tek këta njerëz dhe njerëzit e kuptojnë që Zoti nuk u bën pa drejtësi dhe se shansi u është dhënë, po shansin e kanë humbur. Dhe unë dua të them që këto ngjarje që ne i besojmë, sepse ne quhemi besimtar sepse i besojmë, atë ditë do t'i shohim, do të jemi dëshmitar të asaj që Zoti i Madh na ka njoftuar nëpërmjet profetëve të tij në jetën e kësaj bote. Normalisht, le të themi ana e errët e ditës Kiametit ose ajo pjesa negative. Mënyra se si ringjallen jo besimtarët, mënyra se si ringjallen do të jenë si insektet e shpërndara. Mënyra se si do të rinë duke pritur se si do të zhyten në djerset e tyre. Mënyra se si nuk kanë një moment ku mund të shuajnë paketin siç do të ndodhi me besimtarët. Pastaj procedurat e tjera do të jenë shumë të rënda. Pra jo besimtarëve, në ditën e Kiametit ka disa që nuk kalojnë asnjë procedurë. Ka disa që qysh në fillim, domethënë, kalojnë direkt për xhenem. Ka të tjerë që do të kalojnë disa procedura që janë, le të themi, një lloj lehtësimi për ata, se nuk shkojnë qysh në fillim, po do të shkojnë i çik më vonë. Pa llogarit ti për shembull kur vetëm fjalën e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam që thotë ra një gur nga buza e xhenemit, i ju desh 70 vjet që të shkojnë në fund të zjarrit të xhenemit. Tani llogarit e ti, domethënë me çfarë vitesh flitet, ne nuk e dimë se me çfarë vitesh flitet. Llogariti për shembull thënien e pejgamberit alayhis salam, i cili tha, çdo gjë që është adhuruar përveç Allahut në këtë botë. Fjala e pejgamberit alayhis salam, çdo gjë që është adhuruar përveç Allahut në këtë botë, do të bjerë në zjarrin e xhenemit. Do të jetë një moment që do thotë Zoti, shkoni mbas zotave që keni adhuruar. Tani njerëzit kanë adhuruar diellin, njerëzit kanë adhuruar hënë, po njerëzit kanë adhuruar edhe planetet të tjera. Njerëzit mund të kenë adhuruar edhe yje apo yjsi të tjera. Tani merrem me mend se ne tham dielli dhe hëna. Do të ketë dhe yje dhe planete, domethënë ç'është ky xhenemi, ç'është kjo krijesë e Zotit.
Dhe llogaritet ti domethënë njeriu kur të bjerë aty dhe llogaritet çfarë do të ndodhi me njeriu, llogaritet se si domethënë Zoti në Kur'an e përshkruan aq me detaje ushqimin e tyre, pijen e tyre, çfarë ofshamash kanë, çfarë pëshertimash kanë, mënyra se si luten, mënyra se si i luten melekut i cili është mbikëqyrësi kryesor Malik, Kalu e Malik, Udul Arabek, mas i humbin shpresën dhe e kuptojnë që Zoti më nuk i dëgjon, i thon melekut, mbikëqyrësit që yaqdi alein arab, or pak le të vdesim, se nuk jetohet më kështu. Thuhet meleku nuk i përgjigjet 40 vjet nga vitet e ahiretit, pra tu prit, çfarë po thot, asgjë. Dhe mas 40 vjet vjen përgjigja innakum makithun. Aty do të rini përjetësisht, nuk ka më dalje për ju. Tani, të gjitha këto domethënë normalisht janë një shfaqje e madhështisë së Zotit, e fuqisë së Zotit dhe e mbajtjes së premtimit të Zotit dhe e drejtësisë së Zotit, se nuk ka sens në kuptim që në këtë botë një përkushtuar, një besimtar, një i mirë përkushtohet, një i mundohet të gjithçka dhe një tjetër që s'do më ditë pas gjë dhe në fund fare të jenë njësoj të vdesin. Ka sens. Për këtë arsye tha i madhi Zot, domethënë kur foli për ditën e Kiametit, tha Zoti, "Fema yukadhibuka ba'du bid-din." Akoma të përgjithësojnë ty se ka botë tjetër dhe ditë gjykimi? Eleysa Allahu biahkamil hakimin? A nuk është Zoti më i urtë? Pra, mungesa e ditës Kiametit do të humbte sensin e urtësisë së Zotit, do të humbte sensin e sprovës, do të humbte sensin e profetëve, do të humbte sensin e librave kështu më radh. Pra, le të themi kjo pjesa e zymt e zjarrit të xhenemit nuk është gjë tjetër vetëm se një shfaqje e drejtësisë dhe madhështisë së Zotit. Jo rastisht e lash pjesën e shfaqjes së madhështisë së Allahut subhanahu wa taala, mëshirën e tij, në falën e tij, në butësinë e tij, sepse ndoshta edhe jemi nga fundi i misionit e që ta përmbyllim ndoshta misionin me optimizëm edhe me shpresë që të jemi sidomos tani që jemi në Ramazan padyshim ne po I përjetojmë disa prej madhështive të Allahut subhanahu wa taala përmes adhurimeve të cilat I bëjmë, aromës së shijes, së adhurimeve, kënaqësisë për uljes në nënshtrimin ndaj Zotit, e sigurisht kjo është vetëm një aromë e asaj reales cilën e presim inshallah kur ta shohim madhështinë e Zotit përmes mëshirës, e faljes së tij në ditën e gjykimit. Sigurisht se pamjet janë të shumta e cilat kemi dëshirë të ndëgjojmë. Kemi momente interesante. Mënyra se si ringjallën besimtarët nuk do të jetë si të tjerët. Sa do zgjasë dita e Kiametit për besimtarin? Thotë pejgamberi sa një farz në jetën e kësaj bote. Do të jenë në hijen e arshit të Zotit, do të jenë afër profetëve, do të marrin nga uji nga duart e profetëve. Do të gëzohen se librat e tyre do të vinë në dorën e djathtë dhe do të bërtasin më të madhe dhe njerëzit do I dëgjojnë. Do të jetë ai momenti kur domethënë peshorja atyre e veprave të mira është shumë më e rëndë se sa peshorja e veprave të këqija. Momenti që e kalojnë urën e siratit shumë lehtë dhe shumë këndshëm, nuk kanë problem besimtarët. Momenti që I madhi Zoti trajton me mëshirë, nuk I trajton Allahu me besimtarë, nuk I trajton Allahu besimtarët me drejtësi, siç trajton të tjerët. Pse këta janë miqtë e Zotit, këta janë të dashurit e Zotit. Pra, këta njerëz janë ata që kanë dhuruar Zotin pa e parë, janë përkushtuar Zotit pa e parë dhe normalisht erdhi momenti I takimit. Pejgamberi sa tha, Allahu është më I mëshirshëm me robën e tij se sa nëna me fëmijën e vet. Tani llogaritet një nënë që se ka parë fëmijën e vet për gjithë jetën dhe jepet mundësia në fund të jetës sa shohë fëmijën. Si mund të jetë përjetimi I saj dhe si do të jetë reagimi I saj? Allahu është më I mëshirshëm dhe e do robën e vet besimtar më shumë se sa mund të doj prindi fëmijën e vet. Për këtë arsye merrem mend se si do të presi Allahu besimtarët, merrem mend se si do të trajtojë Allahu besimtarët. E rëndësishme është që ne, domethënë, tim për aty njerëz që pejgamberi sa më thotë, Zoti nuk I bashkon robët dy siguri dhe dy frika. Kush I është friksuar në këtë botë do të jetë I sigurt në botën tjetër. E kush nuk e ka pas mendjen apo ju ka duk vetja sikur është I sigurt në këtë botë, do ta ketë frikë në botën tjetër. Mos flasim pastaj për xhenetin, në momentin që do të futen në xhenet, mirësitë e xhenetit, begatitë e xhenetit, domethënë përjetësia që do të jetë në xhenet, domethënë vetëm fakti që është përjetësi do të ishte më së mjaftueshëm që thosh xheneti ja vlen që njeriu të lodhet të mundohet për të, po mos fol pastaj çfarë ka në xhenet për mirësive, për begative, që nuk është momenti për të ndalë në detaje, sepse janë aq shumë dhe Zoti ka përmend në Kur'an, po ajo që është më e bukur dhe qeshia mbi tort, le të themi në xhenet, është momenti kur njerëzit do të takojnë Allahun, Zotin e tyre. Domethënë nuk ka gjë më të bukur, siç e thot vetë pejgamberi sa dhe siç e ka thënë Kur'ani, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Për ata të cilët kanë bërë mirë, do të ketë mirësi pafund, po do të ketë edhe diçka plus, do të ketë edhe diçka më tepër. E pyet ekstra. E pyetën profetin alayhis salam, thonë pejgamberi Zot, ç'është kjo? Diçka më tepër, diçka plus ekstra,
tha shikimi i të madhit Zot. Tani llogaritë të domethënë që besimtarët që kanë adhuruar Zotin, e kanë besuar Zotin, janë përkushtuar Zotit, janë trembur fakti që një ditë do dalin para Zotit dhe janë munduar me këtë fakt të rregullojnë dhe të përmirësojnë dhe të reflektojnë në jetën e tyre, vjen një moment që një Zoti në xhenet ju kërkon takim dhe shkojnë gjithë në takim të i madh Zot. Thot Zoti, a ju ka mbet gjë? Thonë jo. A doni dëgjë? Jo. A keni një kërkesë? S'kemi më. A keni një dëshirë? Llogaritë ky njeriu sot, ky që s'ngopet kurrë, do të vi një moment që do thotë s'kam çfarë të kërkoj. Pra ka mbaruar gjithçka. Ja ka plotësuar Zoti gjitha dhe nuk ka një ëndër apo një dëshirë më. Atëherë, thot Zoti, o besimtar, po ju njoftoj se unë ndaj jush jam i kënaqur dhe kur nuk do të zemrohem, do të derdh mbi ju kënaqësinë time. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, dhe kjo është një nga mirësitë dhe begatitë më të mëdha që përjetojnë xhenetlit. Pastaj hiqet perdja. Në momentin që hiqet perdja, ata do shohin Allahun xhel xhelalu, do shohin fytyrën e Zotit dhe nuk do të ketë mirësi dhe bekim më të madh për xhenetlit sa ky moment kur do shohin Allahun xhel. E ke parasysh ne në këtë botë shohim një ujvar, shohim një lulishte, shohim një peizazh, shohim një natyrë të qetë, shohim një lule dhe çlodhet njeriu, shplodhet edhe fiton energji. Me mend shofësh më të bukurin. Për emrave të Zotit është El Xhemil. Pra çdo bukuri që mund të ekzistojë apo mund të imagjinohet është e krijuar nga i madhi Zot. Ti tani do të kesh një raport që të më të bukurin, më të mirin, më të përsosurin, më të lavdruarin, më të lartësuarin, do ta shohësh me sy të ballit. Normalisht me sy që kanë parametra dhe fuqi tjetër. Edhe kjo normalisht do të jetë mirësia dhe begatia më e madhe që do të përjetojnë banorët e xhenetit. E rëndësishme është që njeriu këto gjëra ti besoj që është në jetën e kësaj bote dhe të rregulloj jetën e tij në raport me këto gjëra që është në jetën e kësaj bote dhe padyshim që muaji Ramazan është një moment që njeriu e lidh me një nga momentet më të bukura të botës, që është Babu Rayyan, pra një portë e madhe nga portat e parajsës, e ka emrin porta e shuarjes. Domethënë aty do të futen agjëruesit, ata që kanë dhënë hakun e agjerimit, ata që janë përkushtuar në agjerim, ata që janë munduar ta ruajnë agjerimin e tyre, ata kanë një portë që futen vetëm ata, dhe kur mos ketë më agjërues mbyllet kjo porta dhe hapen portat e tjera. Zoti na bëf për këtyre njerëzve. Ka se ta mbyllim më mirë se sa me përshkrimin e pamjes Allahu subhanahu wa taala. Allahu na boft nasip. Allah shpërblet. Amin. Sotet ne. Kaç kishim ndyshe dëshira do të të vazhdonim edhe më shumë si përshkrime të mahnitshme të cilat na i sille para neve dhe para shikuesve. Allahu ju shpërblet. Amin edhe. Shikues të dashur, madhështia e Allahut subhanahu wa taala vrehet kudo, përjetohet kudo. Padyshim se janë të privuar ata të cilët nuk e përjetojnë dhe nuk jetojnë me madhështinë e Allahut subhanahu wa taala në këtë botë. E takimi real na pret të gjithëve. Nëse edhe me lajket të cilat në vazhdimsi e kanë adhuru dhe madhru Allahun, do të jenë pishman se nuk e kanë madhru sa duhet, çfarë është halli dhe gjendja atyre të cilët madje nuk lodhen fare që ta njohin madhështinë e Zotit. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhallashanu i patë mëshirën dhe rahmetin e tij.